Bashkia e Dibrës ka nisur një investim në fshatin Pilafe të njësisë administrative Tomin. Prej vitesh ky fshat përballej me gjendjen e amortizuar të rrugës së fshatit të tyre, që i lidhte me qytetin e Peshkopis. Po ashtu një tjetër problem ishte edhe sistemi i ujrave të ndotura që ishte kthyer në shqetësim madhor pasi ato rrjedhin në sipërfaqe. Bashkia e Dibrë për këtë vit ka nisur një investim madhor në këtë fshat, i cili do të zgjidhë përfundimisht problemin e rrugës dhe të ujrave të zeza. Zëvendës kryetari i Bashkisë Dibër, Lorenz Cibaku, thotë se ky investim është totalisht me buxhetin e Bashkisë Dibër dhe do të mbyllet shumë shpejt. Nga ana tjetër, Cibaku shpreh se investimet të tjera janë parashikuar gjatë këtij viti në të gjithë territorin e Bashkisë Dibër. Bashkia Dibër gjatë buxhetit të vitit 2026 ka planifikuar për njësinë administrative Tomin konkretisht në fshatin Pilafe, sistemimin dhe rehabilitimin e kanalizimeve të ujrave të zeza të këtij fshati dhe njëkohësisht asfaltimin dhe sistemimin e rrugës që të çon në barezat e fshatit Pilafe. Ky investim është i planifikuar me fondet e buxhetit të Bashkisë Dibër. Njëkohësisht, i gjithë investimi në total për të tjerë bioprojekte afërsisht në vlerën rreth 8 milion lekë të reja. Ky investim, domethënë, është pjesë e investimeve të këtë vitit 2026, që sapo përfundon si investim dhe na presin edhe investime të tjera në njësitë administrative të tjera. Fshati Pilafe është një nga fshatrat e radhës në Bashkinë Dibër që ka përfituar investime duke ndryshuar totalisht jetën e banorëve.